1430 metra katror është hapësira totale e xhamisë Vizion në Freiburg të Gjermanisë. Nga një objekt i vogël, tashmë kjo xhami po rritet, sepse kemi hapësirë të re, e cila është hapësirë shumë e madhe përveç ritualeve fetare, namazeve ditore, namazeve javore dhe aktiviteteve gjatë muajit Ramazan. Tashmë kjo objekt përshëndrohet edhe në një institucion shkollor. Pasi do të ketë hapësirën e xhamisë, klasat e mësim besimit dhe po ashtu aktivitete të ndryshme. Sa është kostoja e hapësirës së re në xhamin Vizion në Freiburg të Gjermanisë? Cilat janë aktivitetet fetare e kulturore që mbahen brenda kësaj hapësire? Çfarë aktivitete dhe çfarë mësime bëhen, të mësojmë në vazhdim nga kryetari, hoxha dhe xhamati. Kjo xhami e Freiburgut, ose më saktësisht, siç e ka emrin zyrtarisht, Qendra Islame Shqiptare, Vizion në Freiburg, edhe si krejt xhamit e tjera në përgjithësi, i ofron krejt ato shërbime të cilat i shërbejnë edhe xhamit e tjera, normalisht duke filluar me 5 kohët e namazit, pastaj namazi i xumas. Gjatë Ramazanit normalisht i kemi domethënë namazet e taravis, po ashtu namazet e Bajramit, e kështu me radhë, do të thotë në përgjithësi nuk i mungon kësaj xhamie asgjë prej asaj që e ofrojnë domethënë xhamit e tjera, kudo qofshin ato, qoftë në Gjermani apo në Evropë ose kudo që të jetë. Unë edhe pse jam imam i i kësaj xhamie, do të thotë detyrën e kryj domethënë në formë të plot, duke ju përmbajt rregullave të kësaj xhamie ashtu siç i kam paraqur domethënë kryesia e xhamisë, kështu që i shërbej kësaj xhamie, i shërbej këtij xhamatit, i shërbej komunitetit musliman në përgjithësi, jo vetëm për çështjet të cilat kanë të bëjnë me xhamin apo çështjet fetare apo çështjet e ibadeteve në përgjithësi, por edhe jashtë kësaj domethënë duke përfshi edhe çështjet të cilat janë me karakter social, ndoshta edhe prej xhamatlive ka prej atyre të cilët kanë diçka që ju përket domethënë çështjeve jetësore të tyre dhe vinë edhe marrin mendimin tonë, na konsultojnë si xhami, domethënë jemi në shërbimin e tyre, po edhe atë pjesë domethënë e përfshim kurorzimet të cilat bëhen në këtë xhami dhe nuk do të thotë që duhet të jenë patjetër prej rrethet të Freiburgut, por mund të jenë edhe prej vendeve më të largta. Pra ne gjithkund e shërbejmë edhe me këtë pjesë domethënë e mbulojmë. Po, kjo është domethënë kjo hapësira që po shihni këtu, është e përgatitur me banka, me karrige, domethënë i plotson kushtet elementare, po jo vetëm elementare, edhe më shumë se elementare, do të thotë i plotson kushtet tamam me u zhvillu domethënë një orë. Aktivitetin e kemi në fundjavë. Mas ditës së xumot, shtuneve, dillëve sidomos, vinë fëmijë, janë të interesuar edhe prindrit janë të interesuar për me i prunë fëmijët këto. Në Evropë është pak çështja e ruajtjes së traditave edhe fetare edhe kombëtare, do thotë është shumë më e rëndë se sa që është në trojet tona. Prandaj domethënë prindërit këtu përveç se e shohin anën fetare, me i pru domethënë fëmijët me mësu fenë e tyre, njëkohësisht domethënë këtu mësohet edhe traditat e tona kombëtare. Gjithçka këtu funksionon në gjuhën shqipe, prandaj edhe quhet Qendra Islame Shqiptare. Që nuk do të thotë se nacionalitetet tjera nuk marrin pjesë dhe nuk vinë domethënë me fal namazet e kështu me radhë, mirë po domethënë kryesisht ligjëratat, mësim besimi fetar, gjithçka këtu domethënë funksionon dhe frymon shqip. Ka interesimi është i madh dhe zakonisht shkon edhe duke u shtu. Edhe pse kjo xhami domethënë nuk është se funksionon gjatë si xhami, hala nuk e ka mbush as një vjet, mirë po edhe përkundër kësaj periudhe të shkurt, interesimi është goxha i madh. Edhe në vazhdimsi domethënë shkon edhe duke u rrit numri. Zakonisht e kemi ditën e diell e kemi me thënë më të përshtatshme dhe zakonisht është dikun pas namazit të drekës. Do të vinë prindërit bashkë me fëmijët, e falin namazin e drekës bashkarisht, pastaj fëmijët i hypin këtu në klasë edhe vazhdojmë domethënë këtë aktivitetin e mësim besimit. Edhe duke u shoqëruar dhe socializuar edhe mes vete, edhe siç thash më herët, domethënë përveç mësim besimit fetar, e ruajnë edhe gjuhën, se komunikojnë domethënë mes vete edhe gjithmonë xhamit e kanë pas këtë funksion. Mesazhi është shumë i madh edhe domethënë këtu shifet se ne fëmijët mundohemi me i angazhu domethënë edhe në aspektin praktik. Domethënë jo vetëm me i mësuar teori, por edhe me i dhënë mundësinë do të thotë edhe në aspektin praktik, domethënë me bën ata diçka me dorën e vet, me vizatu diçka, por edhe me ja u zhvillu atë anën, domethënë anën psikologjike, edhe mësojnë dhe përfitojnë diçka, por në të njëjtën kohë edhe zbaviten, që t'ju vjen edhe atyre interesant edhe të kenë dëshirë edhe me ardhë këtu. Prandaj domethënë edhe i zhvillojmë edhe këto vizatime që edhe për ata të jetë edhe më argëtuese pak. Ashhadu an la ilaha illallah.
Jam Omer Gjepi, vi nga Shkupi i Maqedonisë, jam që 7 vite në Freiburg, Gjermanisë. Po kujdesem për muezin vllëk të xhamisë, kur jam këto vi e thirrje zonin, bëj kametin, bëjmë pastrime sene çdo herë kur ka nevojë xhamia. A është lehtë me qenë muezin? Valla nuk është edhe çfarë lehtë, po e kam bërë edhe përpara edhe tani kur kam marrë të e bëj. Jam krenar që bëj muezin lëkin për Ramazan, për çdo ditë kohë edhe për xhumo. Për shembull xhumo ne e falmi tani 1 gjys janis, thirrë zoni i parë ora 1, 1 gjys janis sezoni i ditë. Pastaj hoxha e ban hutbën, një kametë në rrugë. Jam Ilazar Gjepi, jam nga komuna Ferzojt, jetoj për vitet e 10 këtu në Freiburg të Gjermanisë, edhe jam kryetar edhe kontabilist i xhamia. Përgjegjësia për çdo sen çka ndodh në xhami ose çka merret vendimi, domethënë unë me 2 vllazënit tjerë që janë kryesi e vendos. Kujdesna normal që kujdesna edhe si kontabilist për fillimin kur kom hien në kryesi kësaj xhamisë, kom hien me atë qëllim se si kontabilist por mi ditën se i di që jetoj aq shumë këtu, edhe kam çat zanat, domethënë ligjat e këtuit, por mos me gabuan ose me morrën një hap gabumin për xhaminë që me pas pasojë antarmën. Dhe me thonën edhe për dokumentacion, shkak përket për xhaminë, po edhe për kontabilitetin, si për kontributet e njerëzve, sidomos për firmash, dhe me thonën shkarrokën kfitungat, belegat, si thonë të shpend me shajnigungat, edhe për financat shkarrok për xhami, hyrje dalje, dhe me thonë i baj gjithat në zyre temë. Objektin, masi kom hion në kryesi, kom lypën në internet, se fillimisht ka në tribunën e parë kër e kemi banë, a ka një objekt i tjetër para pam, po për fat keq i shkon aty në një firmë që i ka pas kontratën për 3 vjet, edhe s'funksionojke, ashtu e mora tana atë vendimin me lypën sa ma shpejt një objekt tjetër, edhe ka lloj epi që mundet këtu në Freiburg edhe në rrethin me gjetën kësi objekte, edhe ke fati edhe vendosëm për një se 2 në vërtet e kemi pasën, po këta e caktum se vend industriale, dhe me thonën maqetën për neve, hapësirë e madhe i shkon që ashtu e caktume se e madhe për neve si fillestar, si sefte xhamin Freiburg, që s'ka pasën kur në Freiburg, dhe me thonë xhamia tjera nacione si turqve, arabve, ka pe vitet 70, po shqiptarve ju. S'ka pas, e morëm këtë guxim, edhe i shkon që ashtu e shkrume pe lumit Allah, edhe elhamdulillah për Zotit, ma me Armenia se kemi pas shumë musafirin që kanë thonën që që keni qëllu këtë vend, elhamdulillah Zotit që ashtu e shkon. Ky objekt tash përfundimisht edhe me aborrin që kemi përfunduar, domethënë këtu 5 dhuma që kemi najt për hoxhën, për mësim lexim, për kryesinë, edhe poshtë faltoria që përket 60 kvadrat, e kemi parapon në të ardhmen për motrat muslimane. E aja pjesa e madhe që që do mu rregulluan, ai ka parafërsisht 500 kvadrat, se na e shojna për shembull kur ka ditë pushimit, si qëllon e xhumo ose gjatë Ramazanit, kur e kemi festuar, kur e kemi falën Bajramin, që kemi pasën 1200-300 vet deri në Borjash që kemi falën, domethënë ka kapacitet Freiburgi, ka nevojë Freiburgi, se Freiburgi flitet si mas statistikëve 19.000 shqiptar jemi. Po ka mundësi dhe shifra edhe më e madhe, është se ka dhe shumë vllazëni që e kanë marrën motra që e kanë marrën në shtësi në Gjermani, ato tana nuk njihen atë shifar. Po, këtu janë 5 birove janë përpara, i kena disa dhumat klasës, edhe birovi zyrës, edhe dhumat e hoxhës. Kjo është në zyrja e parë, ku i mojnë na mbledhjet, kryesia, edhe mësimet për pak më të rritën. I kena këtu, përkësisht gjatë Ramazanit edhe xhumat kur janë ditë pushimit, do të pak mi hekto me liruën, por se ka shumë kallablik. Po, qashtu e kemi shtru edhe ekstra, do vllazni e kanë shtru në vinyl, po ekstra dhe TP, por mi qërzu në këtë rastem edhe për më falen. Kjo është e dyta, është zyrja e kryesijës, dhe me thonë
Gjithat, domethënë edhe dhuratat, Bashkisë Islame, domethënë Prizrenit, e kena dhurat ramen, Bashkisë Islame Maqedonisë, Shaqer Efendijen e kemi pas musafir, gjithashtu edhe drejtorit e Krem Zimnica, edhe disa dhurata libra tjera pe Bashkisë Islame minjore po. Përndryshe gjithat shka i bojnë këto në kryesi qëto. Klasa e madhe mësimit, ku hoxha i mon mësim leximin, edhe e kena një motër teologe që i vjen një herë në mujtë, ja kemi filluar që një muj, dhe me thonën motrat shqiptare, muslimane, që janë këto në rrëthin, e ka shpreja dëshirën të bëvja bege larg një orë për këtë mujt, po ja ka fillu me atë vullnetin e sajna që e ka, dhe me thonë një herë në mujt për fillimin, dhe me thonën këtë shkarrok me nona, me motra, me qika, ajo të kujdesën për mësim lexim të Kuranit. Unë jam Afrim Thaçi, jam në Gjermanin që 35 vjetë, me formimin e kësaj xhamie prej fillimit jam edhe unë në ndihmë të kësaj xhamati, xhamie, me pas kushtet më të mira. Tu kemi prej domethënë shqiptar të Kosovës, kemi shqiptar të Shqipërisë, të Maqedonisë, kemi të Malit Zi, po kem edhe nacionalitetet tjera. Tu e kena shumë mirë për arsye se nuk është vetëm që e bëjmë faljet e namazit. Kem shumë, xhamati është shumë i ri, kem edhe aktivitete sportive, e kem një orar të futbollit, domethënë si sot shtuneve në mramje në ora 20 shkojmë djemë 3 që janë për aktivitet futbollit. Kem lloj-lloj aktivitete tona, fëmijat që janë 3 vinë këtu në shkollë, mësojnë gjuhën shqipe, mësojnë edhe në gjuhë, domethënë për Kur'an, namazet, mësojnë faljet që ka duhet, po në rastet dekje kem edhe pamje që organizohen këto të në xhami. Kjo pjesa e re që është marrur në fillim. Kem edhe pjesën tjetër që është një pjesë shumë e madhe, afër 700 metra katror është ajo pjesa e dytë, kem kuzhinën, ajo kur ndreqet atëherë besoj që ka më konë shumë më mirë, edhe ka më konë që shumë komësit tjerë në fej tonë që janë në fej islamit, musliman, që kanë mundësi me arë ma tepër në atë pjesë tre të xhamisë tonë. Po, unë do më thonë, para 35 vjetë jam konë në, është një republikë Niedersachsen, jam konë atje, ka ana e popullsisë tonë, do më thonë Kosovës, aty ku jam konë ka pas shumë pak, ma shumë ka pas Torçeli, po jam aktivizu, jam konë edhe atje në xhami Torçelive, ku më shku regullisht shqiptar, shumë pak ka pas, po apet qata që jemi konë në kontakt njëni me tjetrin, jemi mundu me ndihmu njëni tjetrit, ashtu që munges kena pas shumë, po masi e kena gjithë këtë rrugë të këtujt për me jetu këtu, me izën Allahit, e kena ka përcy deri sot, elhamdulillah, mire e kena. Unë jam Agron Stubla, vi për Ferizajit, jam për vitit 1990 në Gjermani. Po, mirë na me kuzhinë, skarën e kam si hobi. Unë jam pastrimin e xhamisë, shka të këtë baj me kuzhinë, me organizimet e ushqimet, i kam unë për detyrë, deri sot të ma jep Zoti shnetë. Pastërtia deri thashtë është nivel, i kam edhe do kolegë që në animojnë janë stafit, po ma shumë të kujdes në une për ta, po ashtu kur kam dim që unë vynë edhe ato më animojnë. I kemi ketë aparatet për moment, këto janë kretë për shponzorve, do më thonë për xhamisë për momentin nuk kemi kur gjë, se halo jemi po, mirë kemi shku deri që tash për 1 vjetë e gjysë, nuk është keq. Do më thonë e kemi edhe kryetarin Shqyrë Zoti që na rre gati, është shumë gjakullës, po ka dhonë Zoti, tash kemi fillu deri në fund do ta qojmë inshallah. Me emnin e Allahit. Do më thonë, kush është për me pi një kafe, është, po thujna 70 që e Kosovës, se kemi po, është... Unë jam Gzim Shpata, jam nga Lushnja, nga Shqipëria dhe nga Lushnja, dhe jam në Freiburg prej afërsisht 1 viti. Më parë kam jetu në një qytet tjetër e Gjermanisë dhe prej tashme 1 viti jam këtu në Freiburg. Prej afërsisht 2 muajsh, merremi bashkë me një vëlla tjetër, Leutrimin, me pjesën e mirëmbajtjes website-it xhamisë, me pjesën e dizenjimit posterave apo videove
për të postuar në rrjetet sociale, medjave sociale. Më parë këtë pozicion e ka bërë dikush tjetër, po prej afërsisht 2 muajsh tashmë merrem unë në këtë punë edhe vëlla Lotrimi. Allahu shpërbleft antarësinë e xhamisë që kanë vendosur të na besojnë ne këtë punë, se normalisht jo të gjithë kanë mundësi me kontribu nga ana financiare, po paktën për nga me kontribu qoftë edhe me mund apo me mirëmbajtjen e xhamisë është mirësi prej Zotit dhe faleminderit shumë antarësisë që na e kanë dhënë këtë mundësi. Po ne mundohemi që ta mbajmë të updateuar ose të aktualizuar website-in në mënyrë të shpeshtë për të bërë dhe pak më atraktiv me përditësime të fundit apo me hadithe, me ligjërata plus edhe pjesa, domethënë që është që ha më shumë kohë në këtë punë është pjesa e dizenjimit posterave, po për aktivitete që ne i bëjmë shpesh në xhamin tonë. Po. Domethënë fillimisht te hymja kryesore ka më konën aty një hapësirë ku kanë më konën ku milion kumrat. Se të kërhynje, me mshil pak aty se për mos me një dhe ftofti. Këtu ka më konën dhe me thonën nëzimje për toke. Në onën e majtë kena ta në abdesonën me kismet, kena me bo hapsirë qatë shumë. Në altë hyrje ka me bo dhe ekstra 2 tikat me posën edhe për gra. Kur t'janë bajrame, kur t'janë festat e tona, kur t'janë ditët e pushimit. Kjo komplet ka më konën për më falën, tiri këto se pak këtë drejtim kibla oshtën. Kjo pjesë knina ka më mshil krejt edhe ka më shdry pak, ka më jeshuën, ka më zbukuruën si kur gjami, qysh i përket gjamiës më konën. Në atë anën tjetër si përshini kjo pjesë për momentin o që tu ku i në gjatë Ramazanit që hojna iftarët, është pak me e vogël, po kjo ka më konë kësmet ta na komplet 200 kvadrat ka më renovuën si restoran, po, për xhamin ekstra, dhe me thonë, po edhe vazhdimisht për aktivitete, dhe me thonë në ashta me këqyr fuzbal, për tri, me lujt në PlayStation, po edhe për të palme. Për momentin e qëfrizojnë e qëto, që shpesheni këto tavolinat, qëto imitimojtën të palmët, kur kemi rast vdekjer, Freiburgi me rëthin, por ndryshen të ardhmen ato në ka restorani. Po në kanë ndodhën për fitër bajramin që gjemoti aqë shumë o mushën që edhe në borë janë falen. Por qëta po mundohemi edhe dytin katë pak hapsirë më jo open. Kjo objekt komplet, që të 1430 kvadrat, kanë ngushtu 1.5 milion. 1.5 milion euro. Vetëm për me blejen. Pa, dhe me thonën, se normal që janë, dhe me thonën, si në Kosovë të vëshëja që i thonë po tatimet, këtu i ka dhe, për shembull edhe notari, që do të aty kanë kushtu 10.000 euro, tatimet janë konë 62.500 euro vetëm që kemi ble këtë objektin. Prap se prap kemi pos aqë shumë kontribut mëdhaj në këtë aspekt, sikur financiarisht, por sikur për ndërtim. Financiarisht, për momentin, i kemi përhënduën 400.000 euro. 400.000 euro i kemi lo, i kena hopër edhe 1.1 milion i kena. Po, na jena një gjemot shumë i ri. Edhe ashtu është gjemoti këtu që vinë regullisht më falë, e kanë vullnetin, vinë vazhdimisht o të hypë antarësia, vjetë i kemi posën vetëm ofër 53-4 antarë, tash i kemi dupliruën, bilim edhe ma shumë, ofër 135 antarë për momentin që i regullisht paguin antarësien. Veç antarësies ka posë edhe shumët mloja, që kemi posën, dhe me thonë, edhe firmat mloja, dhe me thonë që kanë vullnetin për shpinë e Zotit, për fejnë e Zotit me kontribu edhe jo vetëm antarësin, po edhe shumë më të mloja. Shka përket financimit, kena një vëshësit mëdhe, se Freiburgi halo se ka kuptu se shka imi të bo këto, por që ta patëm edhe dëshirë edhe juve më i kontaktuar që me morë vesh Freiburgi me rëthin, se si thash edhe porzit, shumë shqiptar këto, ka, edhe imi të mënu aqë ma shumë mi afru aty në dhe mi ka dzu se shka të ndodhë këto është qëfar qendra të nëreqen me gjithat që po mënu mi përfshinjen, edhe me ardhë aqë ma shumë me kontribu. Kapacitet Freiburgi ka shumë financiarisht, shka përket ndërtimit, aty ka shumë vlazni, ka shumë e firmat ndërtimit,
shqiptarët në Freiburg dhe në rrethin shkarrok për ndërtimit tybe janë më të fortë se gjermanët për momentin. Por ata e kanë shprehë edhe shumë dëshirën, sikur për nxemje, sikur për izolim, sikur për kolëm, ata e kanë shprehë dëshirën kur tini gati na vina me kismet Zotit, edhe na përcjellin na për rrjetet sociale, po edhe kina grupet ku ju i lajmërojmë. Po sy dhe mos edhe në bas t'juve, si e shojnë ata se ku jemi për momentin, i kena bo dhe disa tribuna ku i kena informuar se çfarë harxime edhe çfarë nevoje kena vazhdimisht, por që ta është shumë dëshira jonë sa më shumë me ardhen shqiptar me kontribu financiarisht, por me kry këtë objekt, sa më shpejtën që Zotë mos e banë për shembull me ndodhë që mos me mujtën me pagu, se kemi shumë rini tre, shumë djem tri që Zoti Madh i ka ozu edhe vinë rregullisht falet që po munohen sikur Rametlia em vitet 90-at që jo munu më na jo bazën familjare, fetare, kanë kontribu, po atëherë kanë kua pak më ndryshe për vatanin në kanën, e tash po jemi këto, po rritëm këto fëmija, po ka nevoj këto, po kemi na nevoj, me pas vllaznit afër këto musliman shqiptarë që e kanë një vend ku mu takuen, ku me bo aktivitete ndryshme. Na vazhdimisht në çdo tribun i kemi qitën ato vllaznit shka i kena me IT që mirët, i kemi 2 në staf që janë shumë aktiv, po gëzimi edhe leotrimi me cekën në këtë moment, dhe me thonën i qesme vazhdimisht hoptas, kur i kena edhe njëherë një vjetë e kena mledhjen, dhe me thonën me gjithë antartë, aty edhe njëherë e cekmi, emna nuk përmenëm, se shumica kanë qef anonym, aty i qesin bazë PayPal-it, ose direkt në konto numër. Ato persona që kontribuojnë, unë vazhdimisht që shtash atë përveç e kryetarit edhe si kontabilist, dhe me thonë unë gjithat na kryesia në vërtet, gjitha i shkrujnë aty edhe ja opmi kush ka kontribuan. Po. Ja, kjo është në parim jemi si kontabilist që çdo kontribut. Po elhamdulillah pe Zotit, ajo paremi jemi si kush e pa marrë parasysh edhe sa shuma, unë dajma ja shkruaj letrën. Dhe me thonën, këtu në Gjermani është se monësh edhe, dhe me thonën, mi shtijin kush ka firmë, po edhe privati, mund mi shtijin kur ta kryjnë fund vitit, me zbatu fitimin, për mos pagu të timin në shtet, ka një far lehtësimi, unë tiri një shumë caktume jap një kvitung të vogël, edhe për firma ose kush kontribon ma shumë, shembull bi 250 euro, unë japën ata që i mund edhe me zbatu fitimin para shtetit. Na me ndërtu që shpesheni frik i kanë nu edhe dyrët edhe dritarët, dhe me thonën për ndërtim si me tunelin, edhe atje në pjesën për para, për shembull e kemi në Reqen, kemi mbyll byrovat, për me pasën xhamia ku është në faltoria, më konën gjithë qelë, 5 vaktët kush vjese, kemi shumë kalimtar se imi ofër autostradës, kemi kalimtar për Zvicrës, për Francës, po, na e kena hoxhën që është në rregullisht të 5 vakte, po tash jam të pas dëshirë në mëngjes, kur falet namazi sabahit, teri njatësi më konë gjithë tanë konë qelë me lana tje haptas që mos më konë hoxha me falen vaktin e caktum, konë e caktum, po dhe dikush kush vje ma vonë, më konë në xhamia gjithë qelë më konë.